Nxënësit e klasës së 6 të shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa prezantuan projektin Ekspozita. Në këtë ekspozit, ata shpalosën fantazinë, kreativitetin, teknologjinë dhe inovacionin përmes punimeve të realizuara prej tyre, të cilat u bazuan në njohuritë e marra në lëndë të ndryshme mësimore, si biologjia, historia, edukimi fizik dhe lëndë të tjera të klasës së 6. Gjatë punës për realizimin e këtij projekti, nxënësit përfituan edhe njohuri e aftësi të reja, të cilat shkojnë përtej mësimit në klasë, duke zhvilluar punën në grup, mendimin krijues dhe aftësitë praktike. Projekti ynë paraqet një model tredimensional të tokës ku dallohet dallimi midis mjedisit të pastër dhe mjedisit të ndotur. Në anën e mjedisit të pastër dallojnë pemë, barishte, ndërtesa, ujë të pastër dhe një diell që shëndrit. Kurse në anën e mjedisit të ndotur dallojnë veturina, typ, fabrika dhe shkatrim të natyrës. Për ndërtimin e këtij projekti u përdor një bazë kartoni ku mbi janë vendosur organet kryesore. Si detaj funksional janë përdorur dy tullumbace, të cilat shfryhen nga dy pipsa për të treguar se si mbushen mushkrit me ajër. Paraqet si vulkan ku shihet rrjedha ujit në shkëmbijë që derdhet në lot. Kam prezantuar gjithashtu dhe një gur vulkanik i cili është krijuar nga ftohtë nga ngutësimi i lavës. Për realizimin e këtij projekti ne kemi përdorur karton, shkopim druri, silikon dhe pistolet me ngrohje. Në këtë projekt ne kemi mësuar se si të bashkëpunojmë dhe të fusim imagjinatën tonë në punë. Ky projekt që ne realizuam na ndihmoi që të kuptonim më shumë rreth librit dhe personazheve të tij. Një fushë futbolli të punuar me materiale të ndryshme. Gjatë kësaj pune u përpoqëm të krijonim një bazë të vogël të një fushë futbolli reale, duke përdorur vetëm materiale të riciklueshme që kishin në dispozicion. Mësuese Elsa, e cila i shoqëroi nxënësit në këtë projekt, u shpreh se qëllimi i tij ishte ndërthurja e njohurive të fituara gjatë vitit shkollor me praktikën, duke i konkretizuar ato përmes objekteve tridimensionale të punuar nga vetë nxënësit. Qëllimi i këtij projekti ishte që nxënësit të arrinin të ndërthurnin gjithë njohuritë që kanë marrë gjatë vitit shkollor me praktikën, duke i ilustruar ato me objekte tredimensionale dhe gjatë përgatitjes së këtyre objekteve, ata kanë depërtuar më thellë në informacionet përkatëse. Ky projekt u shërbeu shumë fëmijëve sepse duke u marrë me punë të tilla, së pari kanë hulumtuar duke marrë informacionet e ndryshme, pjesa e njohurisë, pjesa lëndore, por duke marrë njohuri edhe për mënyrën e përgatitjes së këtyre objekteve. Dhe ky është një mësim i cili ndoshta nuk merret në libra, por merret pikërisht në punët që ato bëjnë gjatë ndërtimit të projektit. Pra, pajisja e fëmijëve me njohuri është e shumë fishuar në dimensione dhe në këndvështrime të ndryshme. Ky është dhe qëllimi i projektit, që në fund vitit shkollor ata të dalin përtej njohurive të lëndëve të librave. Falenderoj shumë nxënësit e mi, të vegjëlit e mi, sepse dhanë maksimumin e tyre, dhanë shpirtin e tyre. Falenderoj shumë prindrit të cilët vazhdimisht kanë qenë bashkëpunues dhe me të vërtet kanë një rol të rëndësishëm në realizimin e çdo aktiviteti dhe çdo projekti. Falenderoj shumë stafin e shkollës, të cilët kanë qenë mbështetës gjatë gjithë hapave të projektit. Gjithashtu falenderojmë edhe drejtorin e shkollës, të cilët na nxisin, na motivojnë dhe na mbështesin vazhdimisht për punë të mëtejshme. Ekspozita u mirëprit nga të pranishmit, duke dëshmuar për kushtimin e nxënësve dhe rëndësinë e metodave bashkëkohore të nxënit, ku teoria dhe praktika ndërthuren së bashku.